6 vatra vijojnë të jenë aktive në të gjithë territorin e Shqipërisë me murtajen e rumitantëve të vegjël. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përmes një njoftimi zyrtar për mediat ka bërë me dije se të prekura janë 8 ferma. Veterinerët ndollën në terren duke i kontrolluar fermat, tregjet dhe rrugët për të parandaluar lëvizjen e pakontrolluar të kafshëve. Që prej datës 4 qershor 2025, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë ka monitoruar gjithsej 1673 ferma me 270.925 krerë të imta, dele dhe dhi. Deri më tani kanë rezultuar 8 ferma pozitive në 6 vatra të ndryshme, ku një i përket qarku të Shkodrës. Veterinerët zyrtar janë në terren duke i kontrolluar si fermat ashtu tregjet dhe rrugët që të parandalohet lëvizja pa kontrolluar e tyre. Në njoftimin e saj përshtyp ministria, ju bën thirrje fermerëve se nëse vënë re shenja të dyshimta të kafshë, duhet të njoftojnë menjëherë veterinerin e zonës. Me apelin së bashku mbrojmë shëndetin e kafshëve, ekonominë intelektuale dhe sigurinë ushqimore, ky institucion apelon që të tregohet kujdes deri në fund, kur Shqipëria të dalë nga harta e prekjes prej kësaj sëmundje. Megjithëse ajo nuk përbën rrezik për jetën e njerëzve, vigjilenca duhet të jetë e lartë pasi prekja kafshëve të tjera mund të shtojë vatrat e infektimit.